një falënderim dhe mirënjohje të madhe agjensive të zbatimit të ligjit, të vendeve partner, të cilat me një seri dosjesh po shembin narkoshtetin e Edi Ramës, piramidën më gjigande të ndërtimit në Europë, që të i kalon në mesatare 3 herë tregues në ndërtimeve të Bashkimit Evropian, goditjen e grupeve të mëdha në rang botror shqiptare të drogës të lidhura ka me krye me Edi Ramën. Kjo që ndodh dhe shifni të dashur qytetar dhe qytetare është kryekfut vepër e politikës zyrtare që ndoqi Edi Rama, i frymzuar edhe nga mentori i tij George Soros për kanabizimin e Shqipërisë dhe favorizimin e trafikut të drogave, dhe ju e shifni ku ka arritur. Grupi, një grup i fundit, Salvatore Alia, ky është një emër se kishim dëgjuar kurrë, ky grup ka disponuar në dokumenta 50 tonelata drogë. Imagjinoni ju çfarë fuqie shkatërruese ka patur kundër opozicës dhe qytetarëve shqiptar. Nuk kisha ndëgjuar kurrë një grup me 50 tonelata kokainë. Grupi u harrua grupi i Franz Çopjes, që kishte 28 tonelata, kjo del grupi i Gjika Alia e tjerë me 50 tonelata.